Mjek nga Kolegji Mjekësor pranë Universitetit të Trakisë në Bullgari në bashkëpunim me stafin e Qendrës Shëndetësore Ostren Trebisht zhvilluan vizita mjekësore falas në Ostren të Madh në Bulqiz. Vizitat u zhvilluan në ambientet e Qendrës Shëndetësore me përkrajen logjistike të ambasadës bullgare. Për të gjithë banorët e Ostrenit e jo vetëm, mjekët bullgar bën depistim të syve, matje të densitetit të kockave dhe analiza të gjakut për glukozën, kolesterolin dhe acidin urik. Ambasadori i Bullgarisë në vendin tonë, Ivajlo Kirov, tha se analizat dhe ekzaminimet kryen me teknikën e siguruar nga Kolegji Mjekësor Bullgar, e cila u përgjigjet të gjitha standardeve evropiane. Nga ana tjetër, Kirov tha se populli shqiptar është shumë miqësor me minoritetin bullgar dhe se do të vazhdohet bashkëpunimi në nisma të tjera të lidhura me kulturën, arsimin e të tjerë. Против българското малцинство в Албания, то е част от албанския народ. Minoriteti ynë është pjesë e shoqërisë shqiptare dhe i ka të gjitha mirësitë dhe të gjitha problemet që i kanë të gjithë shqiptarët në Shqipëri. Dua të theksoj se nismën e realizojmë këtu, jo vetëm për minoritetin bullgar, pavarësisht se këtu minoriteti është i përqendruar, por shërbimi është për të gjithë banorët e zonës. Populli shqiptar është populli më miqësor ndaj popullit ton dhe për këtë arsye ndjenjat e mira që i kemi dëshirojmë t'i nxitim edhe me nisma të tjera të lidhura me kulturën, arsimin, shëndetësinë e të tjerë, në mënyrë që të ndihemi sa më afër njëri tjetrit në pikpamje njerëzore. Për këtë arsye dëshiroj të falenderoj Universitetin e Trakit dhe Kolegjin Mjekësor pasi për të dytin vit radhazi janë këtu për të ndihmuar njerëzit. Kjo nismë u kthye tashmë në traditë. Nga ana tjetër, ambasadori Kirovi u shmang pyetjes në lidhje me temën e nxehtë politike, e cila mbetet ajo e zgjedhjeve të 11 majit. Po ashtu termi treni bullgar, tha Kirov se ky term nuk ekziston në Bullgari dhe se nuk duhet të përkufizohet me këtë term. Това е вътрешен въпрос за Албания и не е работа на чуждите дипломати да коментират. Kjo është një çështje e brendshme për Shqipërinë dhe nuk është punë e diplomatëve të huaj të komentojnë një nga ngjarjet më thelbësore dhe të rëndësishme në Shqipëri. Jemi këtu për diçka më të frytshme dhe më të mirë për njerëzit dhe le të fokusohemi këtu. Tek ne nuk ekziston termi treni bullgar dhe nuk e identifikojmë si dukuri. Shpresoj që njerëzit në Shqipëri nuk do e lidhin emrin e Bullgarisë me termin treni bullgar, por me gjëra të mira si kjo që sot po bëjmë këtu. Nisma e Kolegjit Mjekësor pranë Universitetit të Trakisë për kontrolle mjekësore falas realizohet për herë të dytë në Shqipëri, ku vitin e kaluar ishte në Kukës dhe qëllimi është që të kthehet në një aktivitet të rregullt.